Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Vazhdojmë përsëri edhe me një tjetër recetë të radhës. Sot po përgatisim një recetë të lehtë dhe të shpejtë për një drekë të shijshme. Zakonisht ato që i preferoni më shumë janë filetat e pulës, dhe mundujem që të sjell receta të ndryshme nga to, pasi filetat e pulës janë edhe të shëndetshme dhe përplot me proteina, ideale për sezonën e dimrit. Vazhdojmë tani me përgatitjen. Vazhdojmë që t'i marinojmë. Për t'i marinuar, unë do t'i mbaj të thjeshta dhe do të shtoj të sekcila nga pak kryp. Gjithmonë shtoj nga pak hudër në pluhur dhe pak piper zi. Tani që i kemi marinuar, do të vazhdojmë që t'i fërgojmë. Vazhdojmë tani marrim një tigan më të përshtatshëm për të fërguar dhe brenda tek tigani do të shtojmë pak vaj ulliri. Pasi vaji është nxehur mirë, vazhdojmë dhe i rendisim tani këtu filetat e pulës dhe i skuqim në zjarr mesatar. Pasi skuqen nga njëra anë, i rrotullojmë nga ana tjetër dhe vazhdojmë i skuqim tani edhe në anën tjetër derisa të marrin një ngjyrë të bukur. Pasi skuqen filetat e pulës mirë në të dy anët, vazhdojmë dhe i largojmë nga tigani, sepse këtu tani do të vazhdojmë që ta përgatisim salcën. Në tiganin e njëjtë, tani do të shtojmë një lugë gjelle me gjalp. Nëse keni dëshirë, mund të vazhdoni dhe ta përdorni vajin e ullirit, por mua më pëlqen që të shtoj gjalp. Presim tani derisa gjalpi të shkrihet. Tani, tek gjalpi i shkrir, do të vazhdojmë dhe do të shtojmë një lugë gjelle të plotë me miell. E fërgojmë në zjarr mesatar për 2-3 minuta, nuk duhet që ta skuqem shumë, mjafton derisa të merr një aromë të këndshme mielli. Dhe sapo të fillojë mielli që ta merr atë aromën e mirë, e ndalojmë pak zjarrin, sepse do të vazhdojmë këtu tani që të shtojmë diçka tjetër. Për salcën e kësaj recete do të kemi nevojë për ajvar ose për lutenicë. Varet nga cila që keni përgatit. Ne së bashku këtë vit kemi përgatitur lutenicën, pra këtë pastën me speca dhe me domate. Do të shtojmë tani 2 lugë gjelle nga kjo tek mielli. Dhe përzijemi mirë tani që edhe lutenica ose ajvar nëse po përdorni, të bëhet bashkë me miellin, para se të vazhdojmë që ta shtojmë tani këtu edhe ujin. Shtojmë tani që në tenxhere të shtojmë 400 ml me ujë. Shtojmë edhe 200 ml krem vana për gatim. Shtojmë edhe pak kryp. Dhe përzijemi mirë tani që të sigurohemi që a kemi tamam ujë. Nëse ka nevojë, mund të shtoni dikun edhe 100 ml tjera, por unë mendoj se është tamam. Tani filetat e pulës që i fërguam më herët, vazhdojmë dhe i rikthejmë në tenxhere. Vazhdojmë tani në zjerje, në zjarr mesatar. Do t'i zgjejmë diku prafërsisht 15 deri në 20 minuta, derisa të sigurohemi që filetat e pulës janë zier tërësisht. Dhe me këtë meny, sot për drekë, do të bëjmë edhe pilaf. Por pasi shumica nga ju më keni kërkuar se t'ju sjell përsëri me video recetën e pilafit, do ta përgatisim përsëri së bashku. Në një tenxhere më të thellë, do të shtojmë një lugë gjelle me gjalp dhe presim në zjarr mesatar derisa gjalpi na shkrihet. Ta përgatitur pilafin, unë po bëj këto masa. Një gotë 300 ml e kam mbushur plot me oriz. Do të vazhdoj që ta pastroj një herë orizin nga lëvoret dhe pastaj do ta laj me ujë për disa herë dhe do ta vendos që të kullohet pak, që t'i dalë uji i tepërt. Si gjalpi është shkrir tërësisht, orizin e lar dhe të kulluar mirë, vazhdojmë shtë në tenxhere. Vazhdojmë që ta skuqim orizin në zjarr mesatar për 3 deri në 4 minuta. Pasi skuqet orizi mirë për disa minuta, bëni kujdes që mos ta skuqni shumë, sepse do të bëhet i fortë. Vazhdojmë që ta kryposim. Mua më pëlqen që të shtoj vetëm kryp të pilafi, por i mund shtoni edhe erza të përzjera, nëse ju pëlqen shija.
Vazhdojmë që të shtojmë ujin. Uj do të shtojmë 1 gotë e gjys në gotën në të cilën e kemi matur orizin. Pra 1 gotë plot si kjo me uj. Edhe 1 gjysmë gotë tjetër nga e njëjta gotë. Uji është akull i ftoftë. Përziejmë mirë tani dhe e mbulojmë me kapak. Si e mbulojmë edhe një peqete vendosim poshtë kapakut, vazhdojmë që ta ziejmë në zjarr mesatar, diku për afërsisht 15 minuta. Vazhdojmë tani në pjatë, sparit, shtojmë pak nga pilafi që e kemi përgatit dhe do të hapim në këtë mënyrë, duke krijuar vend tani për filetën e pulës. Dhe të dashur miq, pjata është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do ta shijoni me familjarët e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga